Përshëndetje të nderuar dhe mirë se erdhët në Menderjush. Njerëzit po shkojnë në hën. E morë vesh, njerëzit po shkojnë në hën. Prapa diellit, kur thotë mamaja ime. Po shkojnë njerëzit në hën se këtu është bërë mut. E ke parë çfarë po bën Trumpi? Është kështu, do t'u shuajmë si qytetërim. Jo, s'do t'u shuaj. Do t'u shuajmë si qytetërim. Jo, nuk do t'u shuaj. Kemi prap paqe me Iranin dhe prap sapo përfundoi paqja dje. Dje sot kur përfundoi paqja se u tha do bëhet kështu, u pranuar erdhi Irani si Mojsiu me 10 urdhëresat. Edhe thanë, do t'i marrësh këto dhe me sa duket Trumpi nuk ka pranuar dhe njerëzit po ikin direkt në hën. E pe misionin për në hën? Pash disa foto, me thënë të drejtën, edhe po më dilnin, kështu thonin, get ready with me për të shkuar në hën. Jemi në kora të kështu, shikoni qa po ham. E pa ata që ishte dieta e atyre, qa po hanin. Sa ushtrime fizike, me thënë, ata bëjnë ushtrime fizike në hën. Ti prap nuk qohesh dot nga krevati të bësh. Unë me lëndzën e birrës këtu. U doli edhe ajo, çka kishte u doli një çoko krem atyre atje astronautëve. Gjitha këto gjëra që po hanin. Imagjino po të dilte edhe tona një moment. Do kishin shpëtuar. E vërtet. Do ishte më mirë. Po kështu kur amerikan sa do tona. Ikni në ja. Shko, ti je smur pa kjo të ngren këmbë. Proteinë duhet. Po misioni u quhet misioni Artemis. Prandaj ishte kështu se është emër gruaje. Artemisa është motra binjake e Apollos. Po e di nga kjo mitologjia, nga që misioni i parë ishte i quajtur Apollo dhe Artemisa është motra e vet. Edhe kishim edhe një grua këtë herë aty. Sa ata janë bërë gati të iknin dhe ajo ishte po mua. Ka thënë po mirë mëse nuk është se do zbresin. Po kur do zbrisin atëherë më merrni edhe mua. Edhe morën edhe atë gruan me vetë. Pse nuk e marrin dhe atë? Sa morën, nuk e di. Dhe prandaj nuk zbritën. A di që nuk zbritën? Ti është e pang dhe duket që është një gjë me gratë, mos e gratë të çojnë deri në hën edhe nuk zbresin pastaj. Ti që je po jam ma shikoj hënën atë ulemi, vetëm ulu pak të lutem. Më e bukur kjo se sa të çojnë te burimi dhe stapin ujë. Të çojnë deri në hën edhe për seksin e kishim të gjithën. Duke dia u kuptua, po që u kuptua? Ore po kush gatuante atë, ajo gruaja gatuante? Jacqueline Legatari e di që ma ke vënë syrin. Edhe unë ta kam vënë syrin. Kanë çmesh. Nuk mendoj që ja keni vënë për të njëjtat arsye njëri tjetrit. Si tha Niko Piperi e mirë është ajo e zgjuar tha po si pirate me ato tatuazhet. Edhe ajo glistra 37 kg, Jacqueline me ato Legatari. Është ka fuqi, pavarësisht nuk e pëlqejnë shumica. Është e fuqishme edhe ajo. Ka psikologji të fortë. Është objektive. Pavarësisht nuk më pëlqejnë tatuazhet, ato janë piratët dhe Po, shka, unë jam i sigurt që nuk gatuante ajo grua që mos bëhem mizogje, po jam i sigurt që ajo lante enët. Ajo i lante enët. Edhe në hën. Edhe në hën, me thënë, jemi të destinuara. Po, kishin Electromagic edhe ata. Prandaj kishin aq të mira. E kupton kur ka shkuar Hagen. Deri në hën. Shqyr, se tjetë më mirë. Në fakt, po të kishin patur, s'do t'i lante ajo. Me dorë shkreta. S'merre ma. Jam shumë e lumtur që Hagen ekziston, se tjetë për ju burrat me dorë, gjithë jetën enët. Po kush na lini t'ulemi në hën? Çfarë do bëjmë? Ti di lashen? Po. Je fiks për në hën. Por unë e marr Hagen, kur ti ke po, e di kush nuk e beson që kemi përveç shumë njerëzve, domethënë, po Alfred Çako. Alfred Çako doli edhe tha, Çako, si e ka ai? Alfred Çako, ndjes Alfred Çako tha, ana është një hologram. Si Ledion Liço. Që domethënë është shpike nga izraelitët dhe Ledionin. E pe Ledionin në hologram. Ana është hologram, sa bubmensi kronis ajo, ata ikën nga ana tjetër me parashytë. Me parashytë, shyta nuk e në ato dhitë, që në ato parashytë, tha. E djova pas ta shytë. Po shqiptarët janë natyra shumë mos besuesore. Ja, shikoj edhe këtu. Nexhi është e vetmja që ka detyruar NASA t'i kthej përgjigje. Është detyruar NASA që t'i kthej përgjigje Nexhit. Nexhi Krasniqi. Nexhi zemër kudo që ti faleminderit që e bëre NASA-n. Ua, imagjino sa mos besuese. Duhet ditë nga Kosova, shqiptarët e Kosovës, ata janë kështu, Photoshop bre, ata si besojnë asgjë. Tash Nexhi të paktën ti shkoj në njënit që ka dëshirë të kthejë ishi përgjigje. Nexhi ka bërë dhe NASA-n të kthejë, mund të bëj dhe ishin tuaj.
Nexhi të qonë në hënë, e Nexhi kështu det. Do na shkruaj djalin Nexhi tani, keq fare. Po është bërë keq situata, me ja shikoj vetë ti e sëmur, më ka ardhur e sëmur, thotë që më rënd pika dhe unë prandaj kam vendosur të të bëj një dhuratë. Mua? Po. Vëmendje këtu. Një domate. A e di sa shtetë ka shkuar domatja? Domatja ka sa të vdesur. Domatja ka arritur çmimin më të shtrenjtë që ka patur ndonjëherë në historia, 4.000 lekë, 4.500 lekë. Kilja? Po më, jo grami. Kilja. Është bërë kështu, do propozoj njerëzit me domate tani. Ore, unë do ta mbjell këtë. Mba, është farë vendi. Nuk kam 4.000. Domate do veja shtresa, do filloj do shitet shumë, do thotë Edi, që domatet mirë ka futur filani aty te cepi. Do bëhet shumë mall në të zip. Do të bëhet për kasaforta, do të arrisin kasaforta. Atë duhet të arritësh kasaforta, do ta vjedh. Do ta ruaj. A do t'ikim në hënë? Jo! Se ta prisha në vrasë. E shikon që për domate atë? Qura? S'ka më makina e gjëra, kështu një domate edhe mjafton. Mi që e rëzdova, mund të jap një udhëtim në hënë. Do ulemi apo? Ta shohim si do shkoj deri atje. Po kështu i tha edhe ajo, pra të shohim deri atje edhe lesh të ulëm, varet leshin. Unë them të kursejmë sa më shumë domate, që të bëjmë lek, se kod robë shesin drogë, shesim domate, kursejmë ai lek, që t'ikim ta shohim në Nexhi hënë me sy. Hënë me sy. Tani do bëjnë ato muhabete, disa domate ka ai. E di çaj bë domate, Lu domate, te shtëpia tyre ka domate, po duket ai gjithë marrë. Po dalmi njërin dhe kur shkova te shtëpia, pash kishte shumë domate. Pale me Që çfarë? do dalë dhe herë tjetër. Pale me çfarë merr. Pale me çfarë merret ai? Sa domate duhet të ketë një çun që të jeti pranueshëm? 2 pojer. Këto janë të panegociueshme. Aq të vogla duhet të ketë? Të panegociueshme është asia. Ta se po shkoj ta marri çik. Se është lënë aty. Pastaj sa më shumë të ketë në sasi, i bie që me ritmet, në këto ritme i bie që është mirë. Duhet të jetë pak më të mëdha besoj. Pa. E po më vjen keq. Po, nëse ka disa si ato, është më okej, se sa të ketë për shembull vetëm atë. Po ta thë, do bën muhabete shumë. Ai rrit e kodre diellit ka domaten. Po vlla, po dole në blog duhet të nxjerrësh domaten, nuk ke. Nuk do thot më njeri, ai ka G-klas, ai bën lek. Por e le G-klasin, e pete bagazh që kishte fund arka me domate. Durët me kallor, e se mbledh. E ti. Po unë kam nga gjithë tjetër. Imagjino s'kosh në ai serë me domate. Do shkoj, do vjedh në një serë. Unë dua t'jem si ai filmi American Beauty. A që i bien ato trëndafilat, i bien Po do jem me domate. domate, unë në mes, edhe gjithë domatet. Ua, mund ta bësh një photoshoot ashtu? Me domate? Po, se na ishte pjesën ajo, nëse. Të ta bëj me AI, ta vendos. Shpresojmë. Me lisë, duke i kërkuar gjëra me lisë të pamundura. Me lisë më bëj të bukur, më virë dhe dhëmbë. Me gjë një burr që ka shumë domate. Të komentuar njëri, po i ko bëj dhëmbë ti pastaj fol, po s'do Se bukuria ime është ajo dhe shesë këtë emision në fakt. Ja, ku e kini për dhëmbë për nur. Mjet luksi domatja. Jo është rritur nafta, jo po ka patur kështu nga këto gjëra dhe domatja është ja 4.000 lekë, specat, të gjitha këto, edhe tani këta, edhe kur të bën këto këngët, këta reperat do fillojnë do flasin për domate. Do të jetën domatet, ato strip clubët. Ore, ke pa ato video që dalin reelsa në Instagram me kokë domate? Që bëhen qift, nuk kanë dalë kur? I di ato po që pastaj e trathonte me i patoxhan. Prandaj është rritshme. Prandaj është rritshmimi i domates, është bëj famshme. Nga që bëjnë seks. Po. Nga që shkojnë në hënë, ulen ato në hënë. Ulen në hënë. Domatet janë të poshtra shumë. Janë të ndyra. Shumë seksual u bëhe gjithë kjo, se kemi edhe i të ftuar artist në vonë. Falë, kërkoj ndjes. Se ati vetë muhabet me seks do t'i bëj.
E kam Po vendosur. mos i thoni gjë. Nëse unë doja të kaloj çik të artistët edhe domatet, prandaj ta hodha atë me kështu për këto tekstet e këngëve. Se po shikoja një kështu që thoshte formula, se s'po e gjeja të memen tani, nuk e gjetëm dot atë. Formula e këtyre këngëve edhe ishte kështu meksikana, kolumbiana, kokaina, pina dytima, nuk e di nga këto gjë, ishte çdo këngë formohej me këtë. Kjo ishte formula rimës. E bëra dhe unë me rim. Shërreperi keqam edhe unë. Me Liza më kanë dhënë disa tekste këngësh, të cilat ne do t'i zbërthejmë, janë shumë të thella. Hajde. Një moment. Kjo është Dafina Zeqiri apo jo? Nuk kam unë frym, oksigjeni mu ka botym, e zemra po thërret 112, pulsin e emergjencë veç për ty. Është këngë me spital, si ti që e smur. Oh, ti ma, ma the që s'ki mura, ki hin gjyna, s'dia jetu e pa. Klase 2. Nuk e di, se mos e mora vesh për çfarë ishte kjo, nuk kam frym, pulsi, është me dashuri, okay. Kalojmë te i tjetër atëherë. Kjo është Ronela Hayati. Ronela e njohim. E qa tani m'kelon ti mu, zebe mami se jam dru, hajde këtu tani o beb, ma jem në ajër si raket. Për çfarë e ka në ajër? Paktën nuk është raket kështu, raket për impotencë, si ai lajmi Friendly Fire-it që bën me Me Iranin. raket. Jo, kjo është raket që ulet në hënë. Kjo raketa që ja del. Shiko se teksti bëhet më interesant. Hajde. Qa më ka gjetur me Lisa, faleminderit shumë, se ku i ka gjetur këto. Edhe m'han edhe m'djek. Kjo është prej popullore. Mashallah. Shiko. Është fiks për të përmendur emrin e pas edhe m'ha edhe me dik dhe pastaj fut një Deka Kate. Jo të këtu Deka Kate. Deka Kate. Shumë i madh, po duket trup, po ma i vogël është se mu. Tani po përshkruan atë çunin, është trup vogël. Po duket shumë i madh. E kupton se është metaforë. Po. Era i strefi. E ke qef, ë? Po nuk po themi për ta. Jo, është art, tekstet e erë. Të pëlqejnë? Po. Pëlqejnë shumë edhe mua, vdes, ja dëgjohet. Kësi kiti. Kiti. Ti kur nuk e pas. E din si jam pick. E di si jam pik me një... pik. E di si jam pik me 1 në 1 milion e dim. Pik. Nuk jam 1 në 1 milion të zgjedhësh, okej. Manin paran. E njeki, jo nuk e kom faze. E di kur m'pa ai deki ju ka tek me m'pase. Po shumë poetike. Ju ka tek... Unë humba, ishte shqipe. M'pase. Qa të merëm? I dëgjon ti këto muzikë? Qa muzikë e dëgjon ti? Qarë da zi, jo këto. Imaginon të vina alienët, për shembull ne, edhe të thënë, të vina pushtojnë, edhe të thënë, vejnë e kufjet, edhe Të të rëmbejnë thënë, e rejstrefit. edhe të na dëgjojnë se qa dëgjojnë, dhe të thënë, a kësleje, se mirë janë, kanë Besoj ka ndodhur. Te ke parë që gjithmonë shkojnë në Amerikë ata? Po çe do në Amerikë ka më këshurinja dhe me ilaçe po rrojnë. I kënë me parashyta. Do i tekst tjetër këngë? Hajde. No, jo, s'ka. Do kalojmë direkt me Friendly Fire tani, s'ka më.